Eja do ishte për qesh nëse popullata e Shqipërisë është plak 10 vite këto 10 vitet e fundit. Do ishte për qesh në 2015 mosha mesatare ka qenë 34 vjeç, tash është 44 vjeç. Jemi plak 10 vitet e fundit. Pse s'po qeshni o zemra? Sa për qesh do ishte nëse do ditë të papritur boti aty të thotë nga tash tutje ndryshon ligji. Unë, ministrat e mi dhe presidenti nuk mund të futemi në burg dhe s'mund të pushojmë nga detyra, sepse jemi sipër gjykatës. Pse nuk po qeshni, se ndodhi o zemra? Sa për qesh do ishte nëse boti do i thotë personit që ka afër, i ke kapeni atë personin që foli, shkon policia dhe e kap atë personin. Që kur është e paligjshme me fol, pse s'po qeshni o zemra, se ndodhi? E di që më surprizoj më shumë nga të gjithë që ishin një 10 polica dhe një 100 veta rroto, pas kush nuk hyri. E kupton çfarë do të them? Pse nuk po shkojmë ta nxjerrim atë tipin? Dori me shku me nxjerr atë tipin nga burgu, se u fut në burg se foli. Çam pëlqen më shumë se gjithçka o zemër se ka ngel akoma ca budallëj nga ju që e mbrojnë akoma këtë person. Si për shembull, keni parasysh këto marrëveshje që është të bëmë me sjell nga këto indianët, këto racat e zezës, po na mungojnë punëtorët. Është plak popullata 10 vjet në 10 vjet o zemër, po na mungojnë punëtorët. Kam marrë ca komente, sa kam trajtu këtë çështje vetë, domethënë në video, edhe kam marrë ca komente, po drejt ka ku do i gjejmë punëtorët. Nuk jo shkomenje që mund thjesht pjerdhim Ramën nga pushteti, atë që po i heq punëtorët ton. Duhet patjetër të sjellim racën e zezë këtu. Këtë pikë ku jemi broja e bënit palishme më u heq vet nga puna. Edhe ju vazhdoni flisni për Big Brother, e kuptoni se kuptoni asnjëri. Unë desha vetëm ju kujtoj që është histori 10.000 vjeçare, historia jon, gjuha jon, sidomos, e kupton 10 ose më tepër, 1000 vjeçare. Këtë që po arrin me bë ky person me formalitete, me kushtetut, me emigracion, ty ja fut nga 1 milimetër më tepër muj për muj. Po e ndjen. Këtë që po arrin me bë ky person, zhdukjen e shqiptarëve se kanë arrit me bë turqit, s'kan arrit me bë pushtuesit. Janë t'u ja bë me copa letrash. Ju bëni çat doni si e keni nis, unë kisha edhe një mesazh fundit për Ramën personalisht. O Ramën, nëse shef kat pushka top to bof, e kupton thjesht bot çat dush. Unë thjesht do sugjeroja me heq sa veta nga puna, nga këto të marketingut, që quhen këto që merren me fjalimet e tuaja, që të vënë presin aty ku duhet. Ideja idiote e kujt ishte më përmend kancerin në atë moment. Me vërtet mendoj se do kapësh simpatinë e popullit duke përmend fjalën kancer. Nuk të do njeri të urrejnë gjithë, a kupton? Momenti që përmend fjalën kancer, nuk thot kush, paska pas kancer, sa gjynaf. Gjithë thonë, kancer ty, administratës tate, ministrave tu, qeverisë tate. O popull, nuk është se vuni më vërtet nga mungesa e burrnisë, thjesht vuni nga mungesa e koordinimit. Nuk është se mungojnë Luigi Malionet këtu, nuk është se vush shqiptari nga mungesa e trigger fingerit. Ne kena pasion dhe profesion, ngelem të vrojë njëri tjetrin. Problemi është organizimi. Problemi është kur e bën dikush atë që ndërron ti ta bësh, pastaj nuk shkon as me nxjerr nga burgu. Kjo përfshihet si për shembull ai tipi që i foli Ramës, që është në burg me siguri sot të kësaj dite, plus personat që hodhen molotov të protesta e PD-s. A do doje ta bëj edhe ti? Mos s'ke byth për vete. Gjëja më e vogël që mund të bësh është shkort të nxjerrësh tash nga burgu me zor, qofse duhet, sepse është përfaqësuesi jot. Për çfarë duhet ta bëj dikush diçka me të mbrojt ty, nëse ti s'ke ndërmend ta mbrosh pastaj? Budallaj jeni. Tik-tak o motherfucker, zgjoni nga gjumi, mirë do ishte. Do shihna 10 vitet në vazhdim kur ti gjua më e folur i ndishtja këtu. E ti hapësh gocën tate për nuse pra kashit. Vazhdoni shihni Big Brother, zemër, vazhdoni.